Unë dalëm këtu, pa hyrë të parku i madh i pishave të Bregdetit të Semanit, pa hyrë në plazhin e Semanit. Këtu është ky që quhet kanali i Rapit. Ky është kanali që mbledh ujërat e Myzekes, e pjesës Semanit, ulësirës Semanit, dhe në anën tjetër, nëse do të kthejmë kamerën, është hidrovori në fund të këtij kanali, është hidrovori që mbledh ujërat dhe i përcjell në det. Është hidrovori sepse, siç dihet, një pjesë e madhe e fushës Semanit është në nivel e detit. Po bukuritë e Semanit këtu fillojnë. Më pas do të shikojmë bregun e Semanit, atë plazh tradicional që pak a shumë kërkon dorën e njeriut. Ne të vazhdojmë përgjatë pyllit të pishave për në bregun e Semanit. 18 kilometra në perëndim të qytetit Fierit shtrihet përgjatë Bregdetit plazhi i Semanit, i njohur për rërën e imët kurative dhe hapësirat e bollshme. Bukuritë të veçantë plazhit të Semanit i jep brezi gjigant i pishave, një avantazh rekreativ për pushuesit në orët më të nxehta të ditës. Bregdeti i Semanit është plazhi i parë tradicional, jo vetëm për pushuesit e rrethit Fierit, por edhe për krajina dhe qytete të tjerë të qarkut Fier, Berat e tjerë. Dunat e rërës, bimësia me shkure dhe lule, gjolet që mbeten pjesërisht nga dalja e detit në dimër, i japin bukurit veçantë këtyre hapësirave. Dikur brigjet me rërë kanë qenë më të gjera dhe plazhi ishte organizuar me kabina të vogla për pushuesit si dhe lokale shërbimi, ndërsa sot, si pasojë e hyrjes së detit në rreth 1000 metra në brendësi të tokës, sipërfaqja është ngushtuar dhe investitorët nuk ndihen të sigurt për investime. Këto rrethana janë krijuar për shkak të prurjes së lumit Seman si pasojë e ndërhyrjes së njeriut. Këto ndërhyrje të nisura gjysmë shekulli më parë kanë sjellë pasoja të dhimbshme për plazhin e Semanit. Dëshmi e themeleve të dikurshme janë këto masive gurush dhe shkëmbinj që duken thellë në det sikur lëkunden në ujë. E sidoqoftë, këtu vinë njerëz për të pushuar për vlerat që ruan plazhi i Semanit. Nëse dikur ky plazh kontrollohej nga strukturat e pushtetit lokal të rrethit Fierit, sot ka mbetur në mëshirën e komunës që e ka në territorin e saj. Ne u ndalëm këtu në hyrje të plazhit Semanit. Është objekti që kemi përballë, kulla, është dëshmi që ky plazh ka qenë gati 500 metra më thellë. Siç do të shikojmë edhe mbeturinat e gurve, por tema e sotme kush është? Që plazhi akoma nuk ka vënë përgatitjen. Si shikojmë grumbullim drurësh, mbeturinash, të cilat akoma tregojnë që nuk është përgatitur sezoni turistik. Megjithëse ka filluar. Dhe njerëzit nga që s'kan ku shkojnë, vinë në Bregdet. Por ku do të vinë? Ndiqeni, pamjet.
Gjithsesi, plazhi i Semanit është i gjatë, është i madh. Këtu ka hapësira rënore ku njerëzit mund të pushojnë shumë mirë, megjithëse që kërkojnë përgatitje serioze, por siç duket, punën e parë këtu po e bën privati. Ja si shikojmë vendin i pastruar, lokale shërbimi, pra në qoftë se pushteti vendor nuk ka marrë masa për pastrimin, për përgatitjen serioze të këtij plazhi, biznesi ka filluar punën. Janë vendosur çadrat, është pastruar era dhe pa me tilla do t'i gjejmë edhe më tej. Gjatë gjithë se vije që shkon gati 2-3 kilometra që është plazh i frekuentuar. Ne të vazhdojmë me pamjet tona, ku biznesi vazhdon të përgatitet, megjithëse i vonuar, por ama është një shenjë që presin vizitor. Këtu po bën shumë lokale, mbase kabina për pushim, po lokale kryesisht, rreth 70 biznese do të ngrihen përgjatë këtij bregu të Semanit, të plazhit të Semanit. Dhe ja, këtu është duke ngritur, me sa duket, biznesi po e paraprin përgatitjes për sezonin turistik, të vonuar, por ama diçka përgatitet që pushuesit të gjejnë diçka për të ngrënë, për të pirë, të pushojnë më qetë dhe të pastrohet nga vetë biznesi, sepse akoma komuna nuk është vënë në dispozicion të kësaj pune. Le të vazhdojmë të shikojmë çfarë bëhet këtu. Vazhdo punën, ose çaj kokën. Ju jeni nga Semani? Po, unë jam nga Topoja. Nga Topoja. Dhe komuna e Semanit e Topojës ju ka krijuar mundësinë që ju të ndërtoni diçka këtu. Për gjatë këto janë provizore natyrisht, ë? Dhe juve këtu çfarë do të bëni, lokal shërbimi? Po, lokal shërbimi me pije fresku se shumë të thjeshtë. Detin e keni afër? Pretendoni që mos lini njëri këtu përpara apo ja është i lirë bregdeti? Jo, për mua është i lirë, ku vi ku shtoj. Bregdeti është i lirë. Pushuesit. Jo, Po. Do të keni karrike gjëra për të pushuar? Po. Kemi shezllone, kemi Drejti pagesa apo jo? Po, patjetër. Drejti pagesës. Sa do të merrni për shembull? 200 lekë për një karrike. 20 lekë apo 200 lekë? 200 lekë të reja. 2000 lekë të reja për të pushuar gjithë ditën. Gjithë ditën. Po, mbasa është me interes apo nuk e di, ha? Po, Mirë. Dhe ka shumë biznese këtu që po ngrihen në këtë bregdet. Si vjetë janë hapur shumë biznese. Çfarë meni përsipër juve si investitor? Çfarë detyrash keni nga komuna për pastrime, për nuk e di çfarë keni? Ne paka shumë e kemi pastruar vetë në teritorin tonë. Ne kemi bërë vetë ato punimet. Tani se me ndërimin e qeverive tani presin të marrin. Pak të vonuar, pak vonuar, presin të marrin miratimin ai i riu dhe shikojmë çfarë do bëj. Në një jetë bukur. Gjithsesi ne urojmë punë të mbarë, të shpejtë sepse filloi edhe koha s'po na. Filloi vapa apo ja, Po s'ka gjë, këtu në bregdetin e Semanit edhe kjo erë ka bukurinë e saj. Ka, po. Është e këndshme apo ja? Duan pushuesi që vinë, duan dhe bregdetin, po duan dhe ajrin, duan dhe detin. Ne urojmë punë të mbarë. Faleminderit. Mbarë dhe juve. Një udhëtim i shkurtër përgjatë plazhit të Semanit. Vlerësim nga pushuesit për rërën kurative, por edhe vërejtje, sugjerime për indiferentizmin e pushtetit lokal. Ja, tak. Zdovo çore. A i kemi ndërti gjeni një ditë. Një interesim. Edhe pse është një ditë me erë dhe deti s'është i rregull, prap ka njerëz keni zgjedhur bregdeti sot për të pushuar. Po tani në qenë se është fundjava, neve tani s'kemi nevojë të vemi për qytetet e tjera. Ne kemi afër këtu, kënaqemi me ambientin,
I përshtatës është. Nuk është, si duash, ka një interesim më të mirë edhe komunës vjetë për pasri. Për këtë verë, mendohet që ky kjeti frekuentuar plazhin Zemanit? Do them që ai do frekuentohet sepse edhe komunat pavarësisht tani se tani është bërë ajo përfundimi i zgjedhjeve ka përfunduar fshata, por interes duhet të jetë më i madh për ta patur tamam ambient të këndshëm për një fundjavë që bën shplodhje apo probleme tjera. Do t'i kthehet traditës plazhi Zemanit? Unë them se do t'i kthehet traditës që ka qenë. Masat tjera për larje, për ujë, këto asgjë nuk s'është bërë tani. Tani është faza përgatitore. Tualetet tëra. Tani është faza përgatitore për të gjithë ta që janë për të shërbyer të gjithë klientëve. Por akoma domethënë është në riparim e sipër të gjithë këto ambientet që ne po shikojmë. E njerëzit kanë nevojë të largohen nga zhurmë qytetit, nga ndotjet. Patjetër, fundjava është një problem që neve na intereson të gjithëve që tu është patjetër një ambient më i pastër me se sa zhurma apo ambiente me të gjitha ato probleme që janë në qytet. Faleminderit zoti Balla. Keni ardhur për plazh sot? Keni ardhur për plazh sot? Për plazh. Nga keni ardhur? Nga Fieri. Nga Fieri. Je. Ti e frekuenton? Po e frekuentoj vazhdimisht. Kur ka bërë të parë në plazhin e Zemanit? Po vjet e kanë filluar qysh në maj. A vjet? Përse vjet ditë e parë sot. Vitet të shkura kur ke filluar në Zeman? Që ku është për plazhi. E mban mend ku ka qenë plazhi? E mbaj. Pun. Shumë thellë. E mbaj mend gabinat e tëra. Kabinat. Ka pëlqyer plazhi i Zemanit? Shumë i mirë. Çfarë i thua shikuesve për Zemanin? Për erën, për erën, karakteristike erën, Plazh më të mirë se ky këtu nuk ka. Se ka erën të shkëlqyer, pishat i ka. Vetëm edhe bunkerat ishin i hoqën. Se ka pas bunkera shumë i pastruar. Çat që ka shumë mirë shkëlqyer. Mbase do në gjë pastrimin në një tualet në një. Shiko, tualet po ka nevojë për tualete. Se fillimi është akoma. Kjo kooperativa komuna e kësaja vjetë kështë organizuar shumë mirë, kështë sjellë ca gra dhe një karrocë dhe i mblidhin këto bishdilat e bën plazhin qelibar. Unë të uroj një pushim të mbarë me këta fëmijë kaq të bukur. Për dhe mbesa që keni juve. Faleminderit dhe juve. Edhe të kaloni mirë. Gjithë të mirat, edhe juve gjithë të mirat. Shëndet. Do ditë po vetëm sot. Jo, unë vazhdoj e vi çdo të ditë, po vi ka raste që vi edhe mes javës. Si për të pushuar për të larguar nga zhurma e përditshme e rrëmuja që mund të bëhet fier. Kaloj një ditë këndshme këtej së bashku me familjen time. A mendoni se është përgatitur plazhi për juve, plazhi tradicional i Zemanit? Jo. Njëherë për njëherë nuk është përgatitur, dhe kaq sa është përgatitur këtu është përgatitur vetëm nga privatët që mund të përgatisin këtu. Nga pushteti lokal ose pushteti vendor akoma nuk është përgatitur asgjë. Nuk janë marrë masat si duhet. Çdo gjë, nëse është pastruar diçka këtu. Po njerëzit më shumë po mirë me politikë këtu se sa po mirë me gjërat e nevojshme të përditshme të tyre, që duhet vinë të relaksohen, të kalojnë kohë pushimet e tyre së bashku me familjen, të kalojnë një orë të këndshme këteja. Mirën si jesi me votimet, kush fitoi, kush nuk fitoi. Nuk shikojnë hallet e tyre, punët e tyre, po shikojnë politikën. Edhe kryetarët e komunës se ka marrë akoma detyrën apo jo? Jo, kryetarët e komunës akoma nuk e ka marrë detyrën, janë në kohën e ndërrimeve dhe avash. Qytetarët presin. Qytetarët presin, detyrimisht që presin qytetarët që të bëhet diçka këtu për plazhin e Fierit, se plazhi i Fierit ka një plazh jashtëzakonisht shumë të mirë këtu. Dhe pritet si të vinë sa më shumë njerëz këtu, siç erdhën vjet. Tash se çfarë do bëhet, pushteti e di. Faleminderit. Si e doni plazhin? Më mirë. Më mirë atë është edhe pisë çdo gjë, asnjë s'është pasuar. Pse nuk është bërë? Se tina ata dhe këto i bëri ato shkolla çaqia që dha ditë intervistë. Jeri Zhupani që e pastroi se i kishin lënë si dreç. Ai çfarë themi ne të shkretin, edhe të themi që ata nuk bëjnë. Ne themi se të gjojnë njerëzit. Ne themi kot. Subgjojnë. Po, nuk na dëgjojnë. Po. Dua me çfarë bëjmë çik dëshirën fëmijëve, s'kemi vim këtej, po prap. Fillim dobët është.
Se çfarë mungon? Ambientet janë, ambientet ta më pëlqen. Kur, xhama, dhera. Do të punoj komuna, do të punojmë shumë. Mi mirë, po ka për të rregulluar disa gjëra, kështu që punohet, pastrohet çik më shumë, pastrohet pak më mirë. Ka në shumë i shkëlqyer i Semani. Pastrimin e plazhit. Pastrimin? Ti po mbyll këto, çfarë? Po bëjnë agjaturë këtu të mos hyjnë ujtë nga deti. Që të pushojnë pushuesit sa më mirë teja. Vi makinat afër. Mos kalojnë pjesën e gjolit. Po si mendon, është bërë gati plazhi për njerëz? Po gati janë përfundimin e sipër janë. Pastrimi i mbeturinave dhe kompletimi me investime minimale për pushuesit, si tualete, dushe, do të krijonin kushte për të pushuar qytetarët Fjerak dhe banorët e fshatrave për qark. Nëse do të vlerësoheshin avantazhet e klimës dhe të rarës kurative, qoftë edhe investimet ambulante kanë vlerë të jashtëzakonshme në këtë plazh. Ishte rasim duket. Që u takuam këtu me Themi Spiron. Themi Spirua, me sa duket ka bërë një godinë të vogël këtu. Një, çfarë të themi, kiosk, kabin. Kiosk mund ta quash. Kiosk, s'do ta quash shtëpi. Jo, një ndër të parat, edhe kiosk edhe shtëpi, pothuajse. Dhe Themi Spirua këtu është i kompletuar me njerëzit e tij, me nipër, mbesa. Me sa duket keni sebeb ti. Po, shtojmë ditëlindjen e mbesës, mbush 6 vjeçe, edhe menduam që ta kalojmë këtu Buzdetit. Te kjo shtëpiza jon. Te shtëpiza, po. Me ka mbledhur këtu, kush janë këta? Këtu janë gjyshet me një fjalë, daja, kushurin. Edhe një nga gjyshirit është Themi Spiru. Po, Themi, patjetër. Po gjyshja kush është? Ja dhe gjyshja. Gjyshja është, po. Gjyshi dhe... Dhe më 4 gjyshër. Edhe nipër dhe mbesa. Një bukuri këtu në Bregdet apo? Shumë bukur. Është kënaqësi e veçantë. Themi është privilegj për komunën e Semanit, Topojës, është privilegj për qarkun e Fjerit. Ky Bregdet ka një bukur. Po çdo të thoshit juve, çdo të bërë këtu, se sikur të vonuar jeni pak apo? Po, këtë vit jemi disi të vonuar, por gjithsesi po punohet. Dhe në mënyrë të veçantë po punohet nga vetë privatët. Të gjithë janë të interesuar që ti mos si mungoj asgjë këtij Bregdeti, këtij sezoni veror, qysh nga pastrimi, nga ndërtimet e bukura, edhe nga masat e tjera që të kënaqen pushuesit. Ti sot je në rolin e gjyshit. Gjyshit. Atër ku i keni mbërë dhe mbesat, qikojmë sake, ku janë? Ja, dini pre mbesat. E ti qikojmë pra, njëra nga mbesat, po, si Kristi. Sot kush ka ditëlindjen e Kristi? Po, ditëlindjen e ka... Kush ka? Ta gjejmë atë motra vogël, ku është motra vogël? Gjeni shpejt. Ta gjejmë motra vogël, po. Gjithsesi ne erdhëm për të parë këtu, edhe me syrin kritik pak. Se një udhëtim më të bukur ta bëjmë një ditë tjetër, themi, që mund të jesh në fokusin, mund ta shoqërosh një ditë, sepse ti je nga ata që ke kontribuar për kulturën e Semanit apo jo. Prandaj do të ishte kënaqësi që të jemi së bashku. Sidoqoftë, sot është kjo vajzë e vogël, si ka emrin? Aleksia sot ka ditëlindjen. Sa vjeç mosh Aleksia? 6 vjeçe. Sa vjeçe? 6. Pra, i urojmë ditëlindjen Aleksis. Faleminderit. Ishte vërtet një udhëtim vëzhgimi ky, po na dhe kënaqësinë Themi Spiro. Faleminderit. Edhe unë nga ana ime ju falenderoj juve dhe TV Apollonit që e kemi patur si zonë një nga miqit më të ngushtë, si të thosh bashkëpunëtor, bashkëjetësor me neve, i cili na ka ndenjur pranë, na ka bërë të ndjehemi mirë.
shkallëherë në ditët e nxehta të verës, në thatësinë e zgjatur që është karakteristike e klimës tonë, kanë ndodhur edhe dëmtime të konsiderueshme nga zjarri. Sipas inspektorit të shërbimit pyjor të rrethit Fier, janë marrë masa për sensibilizuar banorët e fshatrave për qark, si dhe pushuesit për kujdesin që duhet treguar për mbrojtjen nga zjarri të pyllit gjigant të pishave. Në këtë udhëtim, pra, ne u takuam dhe me një nga inspektorët e pyjeve të policisë pyjore, zotin Aleksandr Dhima. Është problem edhe me këta, duhet kontakt pra me ata që ruajnë pyjet, si do që në mbrojtjet pyjet do të jetë gjithë qytetarët, por Aleksandr Dhima ka një detyrë të veçantë. Aleksandr, përshëndetje. Po, Viserët, ne shpresojmë që t'janë marrë gjitha masat në këtë verën e nxehtë. Pyjet janë të rrezikuar nga zjarri. Çfarë bëhet nga Faleminderit për mirëkuptimin dhe për sensibilizimin që po bëni dhe ju si televizion në Apollon për problemin e mbrojtjes pyjeve nga zjarri, që është një nga problemet madhore, se pyjet janë një pasuri e madhe kombëtare. Pyjet e Bregdetit Semanit janë një masiv me halor që rrezikohen shumë nga zjarri. Janë rreth 1500 hektar pyje që administrohen nga komuna Seman në drejtimin teknik të Drejtorisë Shërbimit Pyjor Fier. Deri tani ne kemi marrë masa, kemi ngritur skuadra zjarr fikse dhe shtabin qendror pranë komunës Seman, skuadra zjarr fikse në të gjitha kryeplejësitë e fshatrave, që në rast rreziku që ekziston dhe kemi pasur raste jo të mira më përpara. Këto skuadra zjarr fikse janë të parët njerëz që vinë marrin pjesë në shuarjen e zjarrit. Të njëjtin gjë kemi bërë edhe një bashkëpunim të ngushtë me lokalet provizore që janë të ndërtuara gjatë Bregdetit, që se ata duke qenë dhe më afër masivit pyjor, mund të bëjnë edhe shuarjen e menjëhershme të vatrave fillestare, sepse janë të rrezikuar edhe për vete. Janë të rrezikuar edhe për vete. Kështu që deri tani neve për si vjet kemi marrë masat të duhura, themi se nuk do kemi raste të kësaj raste. Neve patrullojmë gati për ditë dhe para ditë edhe mas dite gjithë masivin e Bregdetit Seman, në bashkëpunim me 2 inspektorët që ka edhe komuna Seman. Të njëjtën gjë edhe për pyjet tjerë të pjesës së Darzezës, që mbuloj unë prapë deri në fshatin Darzezë, që janë pyje shtetërore. Pra shpresojmë që turistët, vizitorët, qytetarët e Fierit që marrin pjesë masivisht në këtë Bregdet të bukur, si vjet janë të qetë nga këto shqetësime. Shpresojmë se po. Ne kemi marrë të gjitha masat, duke ngritur edhe pika vrojtimi dhe kryesisht pika vrojtimi gjatë sezonit ne ngrim në Apolloni, në kodrat e larta të Apollonisë, që atje duket e gjithë masivi halor i Bregdetit, edhe si analizimin e parë gjithmonë e jep ai, neve duke qenë teren, ndodhemi në momentin sa më shpejt, punë 10 minutash që të kapim, edhe nëse ndodh në një rast, ta kapim që në filleset e saj. Gjithsesi juve konsideroni aleat gjithë ata që vizitojnë Bregdetin, gjithë ata që ndalen pra në pyje, ku han dreka, ku pushojnë, ata do t'jenë aleat tuaj apo jo? Patjetër. Neve ju bëni thirrje që po, u bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, Fierak kryesisht, edhe të rrethëve për rreth që vinë dhe pushojnë në plazhin Seman dhe zakonisht han drekat në pyllin e Semanit, të marrin masa dhe nëse ndezin në një zjarr të vogël për momentin me zgara me ashtu, ta fikin para se të largohen. Dhe ky është një thirrje që e bëjmë neve si shtet ose si pushtetar sot, si specialista ose si polici pyjore. Me sa duket jeni tolerantë që ata do të ndezin zjarrin pyll apo keni vende të caktuara? Ne kemi vende të caktuara, të pastruara, prandaj u bëjmë thirrje që të vënë njerëzit pikërisht në këto vende, që janë të pastruara, edhe ka dhe ujë afër që edhe nëse për momentin ashtu ata të marrin masat me njëherë. Unë do bëja vetëm një thirrje, do bëja të gjitha këtyre lokaleve që janë përreth, kryesisht në pyllin e Semanit, të kenë kujdes për hedhjen e meturinave, të hapin gropa mbrapa në vendet e saj dhe t'i grumullojnë ato e t'i groposin, që mos të krijojnë, se ne mbulojmë edhe ambientin, jemi në një ministri, jemi një pushtet jemi. Të thirrje u bëjmë pavarësisht se ne kemi lajmëruar privatisht të gjithë lokalet, po nëse nuk do zbatojnë këto rregulla ne do marrim masa. Gjithsesi jeni të ndjeshme ndaj ambientit, ndaj ruajtjes mjedisit edhe nga papastërtitë. Po, edhe nga papastërtitë, nga ndotjet e ambientit.
Kështu që mbetorinat, plasmasit, plastikat, të gjitha këto duhet grumullon në një vend dhe të gjithë në vendet saktuare që ka saktuar komuna. Faleminderit Aleksander. Faleminderit, ju lutem, kënaqësia është e jona dhe kërkojmë bashkëpunimin tuaj edhe herë tjetër. Mirarsi. Përfundim të udhëtimit nga plazhi i Semanit, ne u ndalëm në qendër të komunës, ku u takuam me kryetarin e posaçzgjedhur Arben Voja. Gjithë të rypame që regjistruam për gjatë bregut të plazhit të Semanit, ne u ndalëm sot këtu me kryetarin e ri të komunës, zotin Arben Voja. Çfarë vizioni ka kryetari i komunës, kryetari i ri i komunës, zoti Arben Voja për plazhin e Semanit, sepse sezoni turistik pothuajse ka filluar, njerëzit kanë nisur të vizitojnë plazhin e Semanit. Zoti Arben Voja, ju urojmë suksese një për punën e posaçnisur që jeni zgjedhur në krye të komunës Semanit. Është një plazh tradicional Semani i njohur. Është një privilegj mendoj për komunën tuaj, nuk e di në vizionin tuaj në fokusin e punës tuaj, çfarë vendi do të zëri pra plazhi i Semanit. Natyrisht që turizmi do jetë fokus në 4 vjeçarin e qeverisjes tonë vendore. Duke parë edhe situatën politike tani për momentin që ishin edhe zgjedhjet dhe akoma nuk kemi filluar mirë punën për sezonin turistik nga ana ime, sepse kryetari i kaluar ka punuar disi me metodat e tij. Sot ne jemi duke marrë masat për ngritjen e brigadës pastrimit, ngritjen e bashkëpunimit me policinë e shtetit për ruajtjen e qetësisë në vend, edhe bashkëpunimi me drejtorinë e shëndetësisë për higjienën në plazh. Një tjetër fokus është dhe alternimi i turizmit, që do ta kemi në vitet në vijim për turizmin që ta alternojmë edhe me sporte, aktivitete ndryshme që mund të organizojmë si zonë që kemi edhe pyllin, do me thënë një prioritet tjetër aty. Puna me plazhin e Seman do të jetë një nga prioritetet e komunës tonë, dhe jo në poshtë kryetari i komunës zoti Arben Voja. Në qoftë se deri sot është punuar pak, kjo është e lidhur me ndërrimin e pushteteve në komunë. Në këto kushte detyra jon është që t'i përkushtojmë më shumë punës me qëllim që të krijojmë kushte më të mira pushuesve. Çdo investim lidhet me interesat e banorëve të komunës Seman për tregtimin e prodhimeve bujqësore e blegtorale dhe pse jo, edhe për të hedhur themelet e një turizmi familjar. Absolutisht nuk është pengesë për plazhin publik, çdo njeri është i lirë, çdo turist është i lirë të bëj plazh edhe duke mos qenë pre bizneseve që ngrihen aty. Bizneset janë dhënë me vendim të Këshillit të komunës, kundrejt një takse të caktuar që është vendosur nga komuna. Dhe brenda ka qenë një marrëveshje, në një pikë të kontratës thuhet që nuk do kishte asnjë pengesë për personat që kanë dëshirë të bëjnë plazhin jo duke qenë pjesë e territorit të biznesit tyre. Normalisht atje ku ka njerëz ka dhe biznese dhe ne jemi shumë të favorshëm klim për biznesin që të vitë të investoj këtu. Në vendimin e Këshillit që është marrë, jemi fokusuar tek biznesi vendas, në plotësimin e kushteve të atyre personave që janë brenda komunës tonë që duan të investojnë dhe më pastaj edhe pritjen e bizneseve nga jashtë. Është një avantazh edhe për pjesët popullatën e komunës tuaj që ju vini në lëvizje, pra e shfrytëzoni këtë resurs që ka komuna e Semanit, por mendojmë do të presin vizitorët një shërbim më të mirë në brigjet e Semanit këtë vit.
Çfarë mendoni? Patjetër ne do të jemi korrent me gjitha marrjen e masave të cilat sapo përmendëm më lart. E thash edhe më parë që jemi pak nga zgjedhjet, jemi pak të ngushtuar në kohën që na lejon domethënë për punin, po do përpiqemi të punojmë intensivisht për të arritur qëllimet e caktuara. Disa masare emergjente, largimi i mbeturinave, sigurimi i tualeteve, i banjove. A i keni në fokusin e punës tuaj, në emergjenca tuaj do të thoshe unë, si dhe ruajtjen e pyllit nga zjarri? Po patjetër, jemi duke për ngritur brigadën e pastrimit, që do vej me njëherë në funksionim, edhe jemi duke bashkëpunuar edhe do bashkëpunojmë edhe me policinë e zjarrfikses, për drejtorinë e zjarrfikses, për nevojat që mund të linë, domethënë nëse del ndonjë problem i tillë që mund të kemi në zjarrvënie. Mendoni të ngrinë në një qendër të vogël tregtare me fermerët për të nxjerrë prodhimet e tyre, qoftë 2 herë në javë, që edhe të reklamojnë prodhim, po pse jo, të vjet pak në lëvizje shitja e prodhimeve të fermerëve për të koordinuar agroturizmin që është me kaq vlera. Po patjetër. Atëherë normalisht kur lulëzon biznesi aty, prioriteti kryesor është që çdo person që ngjen një biznes, normale që gjërat që do t'i duhen për agro do t'i marri në komunën tonë, prodhimet e vendit. Ideja që ndronë ne duhet jemi më të pranishëm aty, ngritin në një tregu të vogël apo të plazhit. Është shërbyer më përpara, por është shërbyer në kushte jo optimale. Që në vitet në vijim do të shikojmë domethënë për vitin e një. Dhe së fundi, zoti kryetar, keni në vizionin e punës tuaj për një lloj aktivizimi të turizmit familjar? Patjetër, këtë mund ta stimulojë shumë mirë biznesi privat. Ne mund të japim leje për ndërtimin e një qoftë familjar të shtëpive, tu ka shtëpi shumë të bukura. Po, patjetër, ajo mund të bëhet, po është pak distanca edhe infrastruktura rrugore, domethënë që e punon, po që në vitet në vijim do jenë më lirshme. Atëherë ne ju urojmë suksese. Faleminderit. Ishte ky udhtim që ne po bëjmë përgjatë bregut të Semanit për të pasqyruar, pse jo, për të ftuar qytetarët edhe në emrin tuaj për të ftuar pra në këto brigje kaq të bukura në të rreth kurative që është në shërbim edhe të komunitetit tuaj. Ne do përpiqemi të qëndrojmë sa më korrekt dhe të ndihen sa më lirshëm në territorin tonë. Faleminderit.